Përshëndetje të dashur shikues, mirë se keni ardhur sërish në podcastin Zgjedhje 2025 në rrëfimin juaj. Sot do të jemi me një kandidate e cila është jo plotësisht e panjohur për qytetarët e Elbasanit. Ajo ka qenë mësuese në lëndën e historisë dhe gjeografisë, në të cilën ka shërbyer në shkollën Qemal Stafa dhe më pas tek gjimnazi pedagogjikja, sërish në profesionin e saj të mësuesis në lëndën histori dhe gjeografi. Jemi duke folur për zonjën Lindita Kabila. Zonja Lindita, faleminderit që pranuat të ftesën të ishit pjesë e këtij podcasti. Ju falenderoj të mase që jeni sot me ne. Dhe unë ju falenderoj që më keni ftuar dhe më keni bërë pjesë të emisionit tuaj. Faleminderit nga zemra. Zonja Kabila, për një kohë të gjatë mësuese, keni qenë në shkollën pedagogjike, duke dhënë mësim, duke arsimuar një brez të ri, papritmas zgjodhët që të ishit kandidate për deputete në koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet. Si erdhi ky vendim? Atëherë, për të qenë pjesë e këtij koalicioni si kandidate, domethënë ishte një vendim që ndodhi rastësisht. Ama si arsimtare, si mësuese, gjithmonë kam qenë mësuese rebele, e cila kam kundërshtuar gjithmonë padrejtësitë, edhe asnjëherë s'jam bërë palë me ato që unë kam quajtur të padrejtë. Ndoshta ky karakter më ka bërë mua që t'i bashkohem edhe këtij koalicioni, duke parë edhe natyrën e Adriatikut, i cili gjithmonë ka kërkuar gjithmonë të drejtën, dhe kjo është arsyeja që unë jam bashkuar pra këtij koalicioni. Jam natyrë rebele që nuk bëj pakte, që gjithmonë kërkoj atë që më takon ose që mendoj që unë është e drejtë. Si duket fushata? Domethënë jemi në mezin e saj, emocionet janë më të forta dhe është fushata e parë për ju. Si jeni duke menaxhuar? Atëherë unë është hera parë që jam pjesë e kësaj fushate dhe normalisht e shikoj me një sy ndryshe nga gjithë ata që mund të jenë aktivizuar më përpara. Është pak e çuditshme. E kam dëgjuar edhe nga Blendi Fevziu në një emision që tha, nuk di si ta quaj këtë fushat. Shikoj një frym nga ana e njerëzve, ka një frym pozitive për të reaguar, për të mos qenë më pjesë e politikës së vjetër, për të mos qenë më thjesht votues. E shikoj që njerëzit janë të pakënaqur dhe ka nga ata që shprehin në hapur, ka nga ata që thonë do ta shpreh me votë. Në pamje të parë duket një fushat e qetë, paktën aktualisht, me sa shikoj unë, por që pakënaqësia mendoj që është shumë e madhe dhe shpresoj që kjo pakënaqësi të shprehet edhe tek vota. Si e shikoni qarkun e Elbasanit? Është një qark në të cilën edhe në zgjedhjet e kaluara, por historikisht ka qenë një qark i majt. A mendoni që këtë herë do të ketë një surprizë? Atëherë, qarku i Elbasanit është një qark që gjithmonë ka pasur probleme në fushatat zgjedhore. Fakti që ne jemi një qark që kemi probleme me bandat, kemi probleme papunësie. Kjo ka bërë që ne të jemi një qark pak problematik. Gjithsesi, kjo do të thotë që Elbasani nuk do ndryshoj. Unë këto e shikoj tek takimet që bëjnë gjatë fushatës, edhe pavarësisht vështirësive që kemi ne si forcë re politike, gjithsesi u shikoj që njerëzit kanë besim tek ne, na mbështesin, dikush na mbështet hapur, dikush na mbështet në heshtje, por besoj që do ketë një frym tjetër, besoj që do ketë ndryshim. Edhe këtë do të shikojmë, nuk diskutohet në 12 maj, por do të thënë njerëzit janë të lodhur, janë të stresuar nga politika e vjetër, qoftë e majtë, qoftë e djathtë, dhe besojnë që ndryshimi do të vijë nga partitë e reja, por sidomos nga Shqipëria Bëhet. Adriatiku ka krijuar një frym dhe kjo frym është përçuar te njerëzit, kështu që ne që jemi kandidatët e tij, shpresojmë që frymën që ai ka krijuar t'ja përkthejmë në vota.
Sa e vështirë është patjetër që fushata ka vështirësitë e saj, por sa e vështirë është të ndash linditën nga koha e fushatës dhe lindita në të cilën duhet të jetë në familje. Dhe si është shprehur familja për këtë zgjedhjen tënde të fundit për të hyrë në politikë? Kur keni vajtur për të firmosur për votën e diasporës, bashkëshorti im ka qenë një ditë më përpara, edhe ai më tha që kanë ardhur në Elbasan për votën, dhe unë kam vajtur një ditë më pas. Pastaj, kur ka ardhur Adriatiku që ka bërë takim tek turizmi, pra tek Hotel Skampa, kam qenë e shoqëruar nga ai. Dhe nga ai moment edhe deri sot, unë në çdo takim që bëj, gjithmonë e kam atë në krahun tim të djathtë. Është gjë e mirë kjo. Bashkë, domethënë jo vetëm bashkëshorti im, por edhe një pjesë e shoqërisë time, para se unë të merrja vendimin për të kandiduar, kam bërë një pyetje tek shoqëria ime, a mendojnë se unë e bëj për të qenë pra si kandidate për zgjedhjen 11 majit, dhe më kanë thënë që me natyrën që ke, me karakterin që të karakterizon, mendojmë se je njeriu i duhur pra për të qenë pjesë e Shqipëria bëhet. Kështu që ne mbështetur edhe nga familja, bashkëshorti im është një nga mbështetësit e mi më të fortë, gjithashtu edhe shoqëria ime më ka mbështetur pra që unë t'i bashkojmë nismës Shqipëria bëhet. Doja të thoja në të kohë të fushatës që keni shkuar, po dyshim që keni qenë në zona të thella malore, por edhe në zona të cilat kanë problematika të ndryshme, cilat nga ju vjen në ndërmend apo jeni habitur nga gjendja aktuale ku ata banor ishin duke jetuar? A ka ndonjë vend veçantë që sapo keni shkelur në atë vend thoni, wow, ku jam? Unë normalisht kam shkelur shumë zona të Elbasanit gjatë fushatës. Ajo që më ka bërë përshtypje më shumë, domethënë ishte zona e Solovës, unë realisht e njoh mirë si zonë, pasi bashkëshorti im është nga ajo zona, por më kanë bërë përshtypje bujqit e fermerët, sidomos të Selitës, të cilët janë njerëz shumë punëtor, janë njerëz të cilët kanë qëndruar për gati 20 e ca vitesh në emigracion, ishin rikthyer me besimin që do të ndërtonin një të ardhme këtu, por ishin të zhgënjur sepse kishin shpenzuar të gjitha të ardhurat që kishin siguruar nga emigracioni, kishin investuar duke ndërtuar sera dhe gjatë korrikut të vitit 2024, nga një fatkeqësi natyrore që kishte ndodhur, ishin shkatëruar pothuajse pjesa më e madhe e serave, dhe nuk ishin gjetur asnjë mbështetje as nga qeverisja lokale, as nga qeverisja qendrore. Kështu që zhgënjimi që pash tek sytë e fermerëve ishte ajo që më preku më shumë, edhe që më bën më të ndërgjegjshme që ky popull, ky vend ka nevojë për një frymë të re në politikë, për një frymë e cila të jetë më afër njerëzve, më afër qytetarëve, më afër fermerëve, më afër bujqve, në mënyrë që të ndryshojë dhe të kthehet shpresa tek ky vend. Po lidhur me emigracionin, të shumt janë ata që flasin, sidomos opozita, partitë e opozitës, të cilët shprehin që të rinjt janë duke u larguar, por jo vetëm të rinjt, neve kemi parë që ka edhe persona mbi 30 e ca 40 vjeç të cilët kanë ende atë dëshirën për të emigruar, siç e thatë dhe ju, lidhur me rastin e fermerëve. Si shikoni këtë emigracion të cilën ka kapluar dhe qytetin e Elbasanit, por edhe gjithë qarkun, themi kështu? Atëherë, jo vetëm si banore e qytetit të Elbasanit, por edhe nga profesioni, si arsimtare, unë jam çdo ditë në kontakt me të rinj, jo vetëm me të rinj që janë në shkolla, por jam në kontakt edhe me largimin e të rinjve. Kur kam filluar unë mësuese për herë të parë në vitin 1999, klasat ishin me nga 5 paralele. Kam filluar në Cerrik dhe mbaj mend që numri i nxënësve në një klasë arrinte 53 nxënës, ndërkohë që regjistri kishte vetëm 50 numra, ne ishim të detyruar që shnonim pra poshtë numrave, s'kishte vend.
Kurse tashi, jo vetëm që nuk sigurojmë dot një ose dy paralele, kjo vjen si pasojë e largimit, pasi të rinjt kanë humbur shpresën. Kjo vjen për shkak të mungesës investimeve në arsim, nuk po flasim thjesht në aspektin e infrastrukturës që është më minimalja, por po flasim edhe në aspektin e kurikulave, po flasim edhe në aspektin e lidhjes së arsimit me ekonominë. Të rinjt e sotëm mbarojnë shkollat edhe nuk e gjejnë veten të aftë për tregun e punës. Kjo është arsye që ato janë detyruar të largohen, pra papunësia, siguria, mungesa e të ardhurave i ka detyruar ata që të largohen. Unë jam nën e 3 djemve, 2 prej të cilëve i kam në emigracion, dhe kjo është dhe një nga arsyet e forta që unë jam bashkuar, nismës Shqipëria bëhet, sepse duke qenë se ne në fokus të programit kemi rinjin si e vetmja mundësi për ta bërë këtë vend që të ekzistojë, për ta bërë këtë vend të qëndrueshëm. Kështu që një nga pikat e forta të programit të Shqipëria bëhet është pikërisht arsimi. Ne kemi si pikë rritjen e të ardhurave nga 5% deri në 7% në fund të mandatit, në lidhje me produktin e brendshëm bruto, pra të GDP-s, që do të shpenzohet vetëm për fushën e arsimit. Kështu që mendoj që një arsim cilësor do t'i mbajë të rinj brenda vendit, edhe do të pengojë boshatisjen pra e Elbasanit për edhe gjithë Shqipërisë. Juve keni një kohë të gjatë duke dhënë mësim në Cerrik, në shkollën, në gjimnazin Gjemal Stafa, tashmë tek pedagogjikja. Sa ka ndryshuar rinia? A mund të themi që janë paksa më të ndryshëm se në vitet e kaluara, dhe çfarë hasni më së tepër? Shikojmë një rini për shembull që të shumt janë të fokusuar në rrjetet sociale, nga aplikacionet sociale ku lindin dhe shumë sherrë të ndryshme, ku disa herë kanë qenë dhe fatale. Ju si mësuese gjatë këtyre kohëve, çfarë keni vërejtur? Keni vërejtur një ndryshim tek natyra e nxënësit? Jo, unë nuk jam dakord që të rinjtë e sotëm nuk kanë dëshirë, por unë besoj që vetë arsimi sot është në një kolaps. Kjo për arsye edhe të mungesës së reformave, edhe për arsye të mos vlerësimit edhe nga ana e qeverisjes të figurës së mësuesit, dhe ky mos vlerësimi i figurës së mësuesit ka bërë edhe uljen e interesit që ata thjesht të bëjnë atë punën e tyre dhe jo të kenë një lidhje të ngushtë ndërmjet nxënësve, pra edhe profesionit të tyre. Unë vetë si natyrë jam natyrë që mundohem të futem në problematikat e nxënësve, të bëj ata që të ndjehen sa më rehat, pra të ndjehen sa më të lirshëm në orën e mësimit, madje shpesh i ftoj edhe në debate. Kështu që besoj se brezi i ri nuk është se nuk ka interes, por vetë sistemi arsimor që është krijuar në Shqipëri, pra nuk i mundson atyre që ata të përfshihen në vendimarrje, të përfshihen në këtë proces dhe ta gjejnë veten të aftë. Pra ky brez i ri nuk i mungon dëshira për të përfshirë në procesin mësimor, por është vetë ky proces i cili nuk i ofron këto mundësi. Vazhdojmë akoma të kemi një arsim të shkëputur, teoria nga praktika, dhe kjo i bën që nxënësit mos kenë interes ndaj arsimit. Pra është vetë sistemi arsimor që nuk ja mundson, jo se janë të rinjtë ata që nuk kanë interes pra për arsimin. Një pyetje të cilat lind vetvetiu është lidhur me zotin kryeministri, i cili shkëput nxënësit nga orat mësimore sipas opozitës dhe i merr në takimet e tij elektorale. A e dënoni këtë akt? Atëherë, ky akt nuk dënohet thjesht me fjalë, por ky është një akt që duhet të dënuar edhe në aspektin ligjor, sepse arsimi është dhe duhet të jetë i depolitizuar. Unë jam mësuese dhe më është dashur që të pezullohem nga puna për kohën që unë jam duke kandiduar, ndërkohë që ne dim që ka
ministre të cilat nuk kanë hequr dorë pra nga puna e tyre. Dhe aq më keq të marrësh nxënësit dhe t'i çosh në për sheshe dhe të mbushin sheshet, që të krijojë një fasadë që kryeministrin e duan edhe që ai ka mbështetje. Pra është shkelje ligjore dhe kjo gjë duhet të ndjekur penalisht. Pra nuk është thjesht shkelje morale, por shkelje ligjore të marrësh nxënësit, të cilët mund të jenë edhe minoren, pra nuk është se ato janë majoren edhe marrin vetë vendimin e tyre për të qenë pjesë e shesheve, dhe aq më keq kur ato mund të jenë edhe gjatë kohës së mësimit dhe mbushin sheshet. Kështu që arsimi ligjërisht është i depolitizuar. Nuk ka asnjë të drejtë qoftë dhe kryeministri i Shqipërisë të marrë nxënësit apo mësuesit dhe t'i çojë në përsheshe. Zakonisht kjo ka ndodhur në mënyra të fshehta, pra nuk ka ndodhur hapur, por ka dhe nga ato drejtorë të cilët mendojnë që janë të paprekshëm dhe i kanë bërë këto gjëra edhe në mes të ditës, kështu që kjo është një shkelje e rëndë. Cilat janë disa nga reformat e arsimit që do të kryeni nëse do të jeni në pushtet patjetër? Ne shpresojmë shumë që të vim në pushtet dhe pika jonë më e fortë e programit është pikërisht në fushën e arsimit. Do të bëjmë unifikimin e teksteve, që është shumë e rëndësishme sepse ne na ndodh që në shkolla të ndryshme dhe në vende të ndryshme përdoren tekste të ndryshme, kështu që nxënësi kur vete në provim është konfuz se nga cili tekst do të jenë pyetjet e provimit. Në aspektin e infrastrukturës kjo është aja e arsimit, duke qenë se ne akoma vazhdojmë, kemi shkolla pa ngrohje, shkolla të cilat kanë mungesë të ujit, por më rëndësishmja është ajo që ka të bëjë me thelbin e arsimit, që është kurrikula. Ne sot kemi kurrikula të cilat nuk përputhen me tregun e punës, kemi kurrikula të cilat i kemi marrë të gatshme nga vendet e ndryshme të Evropës, por që nuk përputhen me realitetin shqiptar. Vota e diasporës është për herë të parë emigrantë të cilët janë larguar për arsye të ndryshme kanë të drejtën e votës. Si jeni pritur nga diaspora, partia juaj? Sigurimi i votës diasporës është merit e Shqipëria bëhet, pasi kjo lëvizje ka arritur të mbledh 21.000 firma për të siguruar votën e diasporës dhe normalisht kjo arritje është fillesa e ndryshimeve pra që do të ndodhin në këtë vend. Vota e diasporës ne jemi të sigurt që do të na sjellë një ndryshim të madh, sidomos për Shqipëria bëhet, sepse njerëzit në diasporë janë të lirë dhe votojnë mbi atë që mendojnë që është më e mirë për këtë vend dhe nuk ndikohen nga politika siç ndodh pra me votën në Shqipëri. Kështu që mendoj që neve do të kemi një mbështetje shumë të madhe nga vota e diasporës në lidhje me Shqipëria bëhet. Po sa i takon numërimit, a mendoni që vota e diasporës, por edhe të votuesve tuaj do të mbrohet? Atëherë, në lidhje me votën e diasporës, unë jam shumë e sigurt që vota e diasporës do të jetë e mbrojtur. Kjo si pasojë e institucioneve, të cilat do të sigurojnë mbrojtjen e kësaj vote. To janë institucione të drejtësisë dhe që do të garantojnë pra që vota e diasporës të jetë e sigurt. Edhe institucionet ndërkombëtare si OSB Odiri do të jenë të pranishme pra në momentin që do të merret vota e diasporës në dorëzim pra nga organizatat të cilët merren me grumbullimin e votës së diasporës. Nëse do të fitonit mandatin si deputete dhe do të jeni në Kuvendin e Shqipërisë, cilat janë ato gjëra që do të ndryshonit në qytetin e Elbasanit, do të ngriheshit zërin për problematikat e ndryshme që ndodhin në këtë qark? Atëherë, qyteti i Elbasanit është një qytet që dikur ka qenë me tradita, në arsim, në kulturë, në histori. Një qytet që edhe në aspektin e ekonomisë ka qenë shumë i zhvilluar, sidomos në kohën e mesjetës, ka pasur mbi 900 dyqane. Kurse sot është një qytet ku ka humbur shpresa, e shikoj në përditshmërinë
ka papunësi, ka mungesë, ka largim të rinjve. Nëse do kërkosh në Google për Elbasanin, gjëja e parë që do dalin është qytet ku vizitojnë bandat. Kështu që nëse një ditë do të jem në parlament, gjëja e parë që unë do të bëja si deputete e atij kuvendi, do të ishte në lidhje me ligjin, do të kërkoja njërë që të zbatoj ligji. Sepse problemi në Shqipëri nuk është mungesa e ligjeve, problemi është zbatimi i ligjeve. Kështu që institucioneve ligjzbatuese do të kërkoja pra që të funksiononin më mirë. Në radhë të parë do të krijoja mundësi punësimi në qytetin e Elbasanit në mënyrë që të rinjt të mos largohen. Këto mundësi punësimi mund të krijohen nëpërmjet startupeve, ku të rinjt të kenë mundësi të shprehin talentin e tyre dhe të punësohen, dhe tjetër është duke rritur të ardhurat për qytetin e Elbasanit në lidhje me trashëgiminë kulturore, ku të bëhen investime, të thithen donacione në mënyrë që të gjitha këto trashëgimi që ne kemi të ruhen, dhe duke ruajtur ato, ne kemi mundësi që të thithim të ardhura nga turistët që vinë në qytetin e Elbasanit. Po sa i takon infrastrukturës rrugore? Fatkeqësisht qyteti i Elbasanit është një qytet që ka ndoshta infrastrukturë rrugore më të keqe në të gjithë Shqipërinë, sepse ne pak a shumë e njohim gjithë vendin, e kemi shëtitur atë, edhe Elbasani vazhdon dhe sot e kësaj dite aktualisht që ne po flasim, është një qytet ku janë hapur kanalet që kanë 2 vite që qëndrojnë të hapura dhe ku lëvizja është shumë e vështirë. Unë jetoj në një lagje ku ka qenë ndoshta një nga lagjet më të bukura të Elbasanit, është tek shtëpia e pritjes, dhe aty ka 40 vjet që nuk është vendor fare tek rruga. Dhe tash aktualisht nga ato ndërhyrje që janë bërë nga ujësjellsi, është bërë e pakalueshme. Kam kërkuar në bashki, kam kërkuar tek platforma Shqipëria që duam dhe s'kam marrë asnjë përgjigje pozitive. Kështu që ky është problemi më i madh që ka Elbasani në lidhje me infrastrukturën. Si shikoni interesin e të rinjve në këto zgjedhje të 2025-s? Janë të fshehur dhe janë aktiv apo janë indiferent? Si e vëren këtë gjë gjatë kohës së fushatës ku keni lëvizur në vende të ndryshme të qarkut të Elbasanit? Atëherë, duke qenë se ne jemi një forcë re politike dhe tek forca jonë politike dominojnë të rinjt që janë midis 30 dhe 20 dhe 30 vjeç, kjo normalisht tregon që ka një përfshirje të rinjve në politik. Arsyeja e përfshirjes është sepse ata shikojnë që janë e ardhmë e këtij vendi dhe vetëm ata mund të bëjnë ndryshimin. Pra, shikoj që të rinjt kanë filluar të përfshihen, na mbështesin dhe mendoj që vota e tyre do të bëjnë ndryshimin. Ne si forcë politike, forca më të madhe të votuesve, do të kemi të rinj. Kështu që nuk ka më një indiferencë, por përkundrazi të rinjt kanë filluar të përfshihen në politikë, sepse janë ata që shikojnë politikën ndryshe, janë ata që do të sjellin ndryshimin. Kështu që ftoj gjithë të rinjt të votojnë masivisht në zgjedhje për të bërë ndryshimin. Ndryshimi vjen gjithmonë nga arsimi, vjen gjithmonë nga të rinjt dhe ata do ta tregojnë këtë në 11 maj. Të dashur shikues, këtu mbyll edhe podcasti i ditës së sotme, ku e ftuar ishte zonja Lindita Kabila, një kandidate në partinë Shqipëria Bët. Zonja Lindita, ju lutem shumë, a mund t'i thoni dhe teleshikuesve të cilët dëshirojnë që të votojnë për ju, kam parë këtë podcast dhe mendojnë që vota e tyre të shkojë për ju, në si të votojnë? Atëherë, duke qenë se unë vi nga fusha e arsimit, në radhë të parë do të ftoja të gjithë nxënësit e mi që votojnë për herë të parë në këto zgjedhje, që të votojnë Linditën si zyshën e tyre, nëse unë kam qenë një mësuese e mirë, atëherë le ta japin ata vlerësimin në 11 maj. Ftoj të gjithë ish nxënësit e mi që të më votojnë, ftoj të gjithë prindrit e nxënësve, mendoj se kam qenë mbështetje për prindrit e nxënësve.
ftoj të gjithë qytetarët e Elbasanit të cilët mendojnë që unë mund të jem një kandidate e duhur për të përfaqësuar ata në Kuvendin e Arshëm të Shqipërisë. Të votojnë numrin 6, të votojnë Shqipëria bëhet, duke qenë se ne jemi me lista të hapura, pse të mos më votojnë edhe mua, Lindita Kabila tek numri 6. Ju falenderoj nëse më votoni. Faleminderit Lindita, ju urojmë suksese dhe një fushat sa më të mbar. Faleminderit. Të dashur shikues, kjo ishte gjithçka përgatitur për ditën e sotme. Ne do të dëgjohemi sërish së bashku në një podcast tjetër me një kandidat tjetër. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.